në radhë, Shko. si bën ndezja e motorit, do të kemi motorin me benzinë, mund na qellu, mund ta kemi edhe me dizel. E tash në rend po do ta shpjegojmë si bën ndezja e motorit benzinë. Nëse është ftoft i madh, si te benzini, si te dizeli, është mirë që automjeti para se dhezet vendoset ndrusi shpejtësisë në shpejtësinë e 4, edhe të luhatet për i venit para mbrapa një gjysmë metre, 50 cm në tonë, arsye është se dhe mëzorët e ndrusit shpejtësisë, edhe ata kanë vaj, janë vaj, dhe mund vaji trashet gjatë dimnit. E kështu që mund edhe ata mos sillen me vështirësi, është mirë mjetin, është fjala për mjetin e vogël, me lëviz për venit para mbrapa pak derisa të lirohen, atëherë do thotë me hyrë në automjet, edhe do thotë me fillu për me dhez. Nëse automjeti është benzinë, si duhet me vepru? Duhet me shtyp pedalen e gazit 2 deri në 3 herë deri në fund. Nëse ka automjeti e tërheq mekanizmin për startim, që kemi ma herët të quajke saukin, që më sta përdor me atë fjalë, po tash mjetet e reja kanë automatik. Por nëse është manual, do thotë tërhiqet mekanizmin për startim, vendoset qeci në pozitën 2, do thotë dhezën dritat, edhe tash kur dhezet automjeti në pozitën 3, do thotë nëse zlezet me herën e parë, do thotë e kthen qelsin mbrapa, prit 15 deri 20 sekonda, prap fillon pozitën 2, në 3 e kështu me radhë. Mirë, po para se me dhez automjetin. Para se me dhez, do thotë gjitha veprimet që i bënë më herët me karrike me këto, do thotë duhet sigurohet automjeti mes me lëviz. Qysh sigurohet automjeti mes me lëviz? Mbaret çfarë pozite ka qenë automjeti, do thotë se automjeti kur nalet lihet në shpejtësinë e dedikuar varësisht prej pozitës së automjetit dhe rrugës, edhe të rriqet freni parkus përjashtimisht në rastet kur është shumë ftoft i madh se ka mundësi, do thotë freni parkus të ngrihet edhe nuk lirohet poshtë. Pra, nëse është koha e mirë, atëherë të rriqet freni parkus deri në fund, shkilet, shtypet pedalja e kumplungut, qitet ndrusi shpejtësisë në pozitën neutrale, atëherë startohet do thotë me dhez automjetin. E ku ke fjala, nëse zlezet për herën e parë, kthehet qeci prapa 15 deri 20 sekonda, pastaj do thotë filloj me dhez. Dhe nëse dhezet, atëherë duhet me prit automjeti të arrijë temperaturën për një shumë kohë të shkurtë, e arrin temperaturën 40 deri në 60 gradë Celsius. Do thotë jo me nis ose me dhon gaz ti me ngarkesë, se ato pistonat që janë, pistonat edhe unazat, do thotë nuk e kanë formën e rrethët, por kanë formën e elipsës. E tash kur i japim në gaz me ngarkesë, do thotë dëmtohet motori. Po duhet me lënë që i thojmë na ler gaz, do thotë punojnë disa minuta deri të arrijnë temperaturën 40 deri në 60 gradë Celsius. Domethënë kjo është pa minimum. Po ashtu pasi të dhezet, do të shtypet pedale e frenit punues. Domethënë si dhezet automjeti, nëse ke pas kamën pedalin e frenit punues, në momentin ajo është e fortë. Në momentin që dhezet, kur është në rregull, do thotë ajo pak lirohet, zbutet. Edhe do thotë për me vërtetuti, a janë frenat në rregull. Tjetër para se muni do thotë e shtyp pedalin. Nëse pedali është e fortë, nuk shkon deri në fund, mësi dhezet automjeti është në rregull. Po ka mundësi mrena një kohë të shkurtër ose mrena natës ose ditës që ka pushu automjeti me rrjedh glicerinën, langun për frena. Atëherë nëse kur e shtyp pedalen, shkon në platformë në fund atje, atëherë ti s'kisha nisësh se faktikisht nuk i frena. Nuk vënd të nismi fare në atë moment. Tash kalojmë te ndezja automjetit dizel. Te ndezja automjetit dizel, gjitha ato shka i përmenën të benzinci, vetëm se te automjetit dizel vendoset qesi në pozitën 2, dhezën dritat me ngjyrë, dhezet një dritë me ngjyrë të telat që i pa në parzit, dhezet drita me ngjyrë të verdhë. Pasi që dhezet ajo, do të me prit derisa të shuket, nëse ka mekanizmin për startim, e të reqim, por nëse s'ka që është automatik, atëherë s'kem punë aty, atëherë do të vendosim pozitën 3 në kontakt, në 2 në kontakt, në 3-shin veç do të dhezet automjeti, edhe këto do të lëm në ler gaz, në minimum, që të punoj vetë, derisa të arrin temperaturën prej 40 deri në 60 gradë. Para se të niset tash kandidati, veç jena përgadit, do thotë munis, para se të niset kandidati do të përmes pasqyreve prapashikuese, do të shiqaj a janë të mbyllura dyrt. E tash, për munis, do thotë shkilet friksionit deri në fund, themra e drejtuesit nuk u zën të largohet prej platformës, por do të shkoj për dysheme. Komba e majt i ka vetëm një funksion, komba e djathtë i ka dy funksione, pedalin e gazit edhe pedalin e frenit. E ta shtypet deri në fund pedalja, ma me shpejtësi, vendoset ndrusi i shpejtësisë
në pozitën, domthon shpejtësinë e parë, lirohet, domthon ngadalë, edhe fillon të rrit gazin, gradualisht të rrit gazin. Me shpejtësinë e parë, mund të vozitim, do të vozitim, preferohet vozitet deri sa parafërsisht është gjatësia e automjetit. Për shembull, nëse Golfi 5 i ka dikon 4 metra, parafërsisht do të më lëviz një 4 metra me shpejtësinë e parë, pastaj lirohet koma prej gazit, e shtypun pedalen, e kapin ndrusën e shpejtësinë pozitën që e përmenëm pak më herët, vendosin pozitën e dytë, lirohet pedalja e kumplungut edhe të rrit gazin gradualisht. E tash për ndrimin e shpejtësive, kohë pas kohe, do thot prej lartës nga prej poshtë shpejtësisë më të vogël nga e larta, do thot duhet numri rrotullimeve. Do thot këto kandidati ose drejtuesi do ta mëson pas një kohë edhe me zhurmën e veshit, por do thot preferohet dikon deri në 2000 rrotullime. Afër 2000 rrotullimeve si të shkon, do thot me ndru shpejtësinë prej 2-ën, 3-ën, 4-ën, 5-ën e kështu me radhë. Kur ke fjala të rrit shpejtësinë, tash për zvogëlimin e shpejtësisë normal e njëjta procedurë, largohet koma prej gazit, shtypet kumplungu, kalohet në shpejtësinë më të vogël, nëse dëshirojmë të ndalmi me një vend. Atëherë do shiqojmë pasqyrin mrena, pasqyrin e djathtë, kondin e vdekur nga ona e djathtë, aktivizojmë treguesin e drejtimit edhe do të ndalim. E tash, për me ndalë automjetin kur është shpejtësia e vogël, mas pari shkilet friksioni deri në fund, pastaj pedalja e frenit punues gradualisht të shtyp me forcën që nevojitet për më ndal. Kur jemi të lëviz në shpejtësi të madhe, nëse na del një pengesë, një rrezik në rrugë, atëherë veprohet drejt për drejt në frenin punues, edhe nëse shuket automjeti, do thot për me ik rrezikut, për mos me godit një automjet tani ka mësuar diçka, do thot mas pari reagohet në frenin punues, pastaj do thot reagohet me pedalin e friksionit. Pasi që jemi nal, do thot nëse dëshirojmë të lëvizim mrapa në rikthës, atëherë shtypet pedali e friksionit, vendoset ndrusi i shpejtësisë në pozitën për lëvizje në rikthës, qashtu, dora e majt vendoset në timon te ora 12, kurse dora djathtë vendoset prapa karrikës që gjendet pranë shoferit, edhe lirojmë pedalen e kumplungut të rrit gazin gradualisht, normalisht do të dhezim 4 tregues të drejtimit. Lëvizja mrapa do thotë bëhet në rrugën sa më të shkurtë, bëhet shiritin që ke lëvizur deri me tani. Në rrugë një kashe, do thotë janë vendet e caktuara ku skitë drejt ku është ndaluar me ligj. Do thotë lëvizim mrapa, po kur lëvizim mrapa koma nuk guxon të jeket nga pedalja e friksionit. Do thotë duhet vetëm të qëndroj pezull, do të qëndroj mbi pedale. Në rast rrezike do thotë me reagu më shpejt, për ndryshe jo me majt shtypën, se dëmtohet ajo, po veç sa me pasim si mbështetur. Lëvizja mrapa preferohet, do thotë të bëhet sa lëvizja, sa ecja normale e njerit në kamp. Ecja normale e njerit është 3 deri në 5 km. Nuk ka nevojë të lëvizim, do thotë na më shpejt, po sa ecja normale automjet. E tash veprimi i parkimit, nëse dëshirojmë ta ndalim automjetin, atëherë në momentin që pavarësisht ose jena në vend parkim, kena qenë me shpejtësinë e dytë, shkilet friksioni edhe freni. Shuket, domthonë është nal automjeti, shuket automjeti, në një shuket automjeti, në ndë tërhiqet freni i dorës, edhe vendoset ndrusi i shpejtësisë, do thotë vendoset në shpejtësinë e parapame në pozitën e rrugës. Nëse jemi në përpjedzje, tham do të vendosen shpejtësinë e parë, rrota do të kthehen ka mesi rrugës, edhe pastaj tërheqet freni parkues. Nëse jena në teporze, atëherë do të vendosen shpejtësinë e rikthës, rrota do të më kthy ka skaj djathtë, do të rrugës. I ndalim ventilatorin, radien për shembull, tash për me dal për automjetit do të shiqojmë pasqyrin mrena, pasqyrin jashtë, kondin e vdekur. Kondi i vdekur është deri te cepi i krahit këtu, mjekra me prek deri te cepi i krahit, edhe kur shiqojmë këtu në kondin e vdekur,